Është zhvilluar mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Patosit, ku diskutuan pika të rëndësishme për jetën dhe zhvillimin e qytetit. Në fokus miratimi dhe projekt vendimet që synojnë përmirësimin e infrastrukturës dhe mbështetjen sociale. Gjatë mbledhjes u miratua rendititës dhe proces verbale të mbledhjes së mëparshme, të datës 28 prill 2025. Antarët e Këshillit u njohën me vendimet e marra në seancën e fundit. U miratuan gjithashtu 2 projekt vendime për dhënien e ndihmës ekonomike, njërin nga të ardhurat e bashkisë dhe tjetrën nga fondi kushtëzuar 6% për muajin prill 2024. U diskutua gjithashtu projekti për rikonstruksionin e shkollës Sotit Çapo dhe ndërtimin e palestrës, një investim i rëndësishëm për komunitetin dhe zhvillimin e arsimit. Si ekzekutiv, ato çfarë përjashton sistemi. Nuk është çështje interpretimi, sepse ata kanë bërë aplikimin në sistem dhe të sistemi ka përjashtuar nga sistemi. Po pra, po sistemi ka përjashtuar ata apo jo? Po si mund të ketë, nuk ka deklaruar një. Po i ka përjashtuar. Po. Mos e paragjykoni sistemi. Sistemi ka nxjerrja jashtë vetes vet. Do të thotë që ai ka gjykuar që këtyre nuk ju takon. Dhe i ka ngjerë për interpretim ekzekutivi. Ekzekutivi ka vullnetin për të ndihmuar qytetarët. Për sa kohë ka një fond të dedikuar dhe për sa kohë ka një bazë ligjore. Po. Enda të lutem, bëre ta mbaroj pas aktivit. Pse do ta kesh të mamin të kundërshtosh me patjetër. Më le ta mbaroj. Ka një diferencë kthimi përgjigjes nga kundërshtimi. Po në rregull kthie përgjigje, po le mua të mbaroj. Patjetër. Ajo që unë po thosh është kjo. Po i bie shkurt dhe mos s'ka nevojë as ngre zemrën, se jemi duke bërë një debat personal. Po unë gjykoj që atë drejtë që ju jep ligji, ju nuk duhet ta përdorni për interesa të tjera. Që unë gjykoj që në këtë rast është përdorur për një dhe nuk mund të vi një person i nderuar zoti kryetar, që nuk është kompetent, dhe të më thojë që unë nuk e kam një përgjigje. Këtu po ja se do pyet sa tjetër dhe pastaj pak më vonë do vi tu akthej. Këtu duhet vi personi përkatës, që ka, lutem se po i drejton kryetarit. Përshëndetje të gjithëve. Ne projekt vendimi për rikonstruksionin e Sotir Çapo, shkollës Sotir Çapo dhe ndërtimin e palestrës, ka të bëjë me aplikimin që është bërë pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, të cilët kanë miratuar bashkëfinancimin e këtij projekti. Bashkëfinancimi i këtij projekti do jetë në masën 85% nga Ministria e Arsimit dhe 15% do të mbulohet nga Bashkia Patos. Deri më përpara kishim një godin ku shkonin në kopësht aty në fshat, diku tjetër, dhe numri i fëmijëve që shkojnë në kopësht, krahasuar me vitin e kaluar, po me 2 vjet përpara, është rritur apo është tulur? Besoj se këto të dhëna i takojnë më shumë programit të arsimit, sepse ne po flasim për rikonstruksionin e shkollës. Tani, të them unë për dijenin time, janë 20 nxënës tek pjesa e kopshtit dhe 200 nxënës tek pjesa e shkollës, por besoj që nuk lidhet direkt me projektimin kjo pyetje. Që t'jemi të qartë. Terës anëtar i Këshillit që mbuloi Nisin Zharës, dua ta përgëzoj këtë si projekt, pasi ka më shumë se 10 vjet që kur ndodhen ato tash çështrat lëkundje që ka pësuar dhe dëmtime si objekt. Është një gjë e mirë, unë kisha vetëm 2 pyetje lidhur me projektin. U thanë janë përfshirë figuraturat e këto të gjitha dijen, është përfshirë sistemi ngrohjes dhe sistemi dhe shkallët e emergjencës, përveç palestrës dhe tyre tjera. Faleminderit. Projekt vendim për miratimin e përdorimit të fondit kurzuar të buxhetit të shtetit për vitin 2025 për mbrojtjen civile për rehabilitim e projekt në lagjen e re, faza e 2 të projekt Dukës. I lutem ekzekutivit. Kësaj ka thonë këtij projekt vendimi, si shtofi Ministria e Mbrojtjes në programin e emergjencave civile, akordon një fond të caktuar, i cili ju shpërndahet më pas të njësive të veçqeverisjes vendore, ku për këtë vit, për vitin 2025, Bashkisë Patos i është dhënë vlera prej 5.025.349. Kjo vlerë shpërndahet në 2 programe, që ka të bëjë programi i parë me marrjen e masave parandaluese lehtësuese, e cila nga ana e Bashkisë Patos është parashikuar t'i kalohet vlera prej 5 milion lekë, që do të shërbejë për rehabilitimin e përvojit Lagjen e Re dhe përvojit Dukas. Ndërsa për programin e dytë është parashikuar pjesa e mbetur, e cila do të përdoret për rastin e ndihmës të banorëve të cilët shtëpitë e tyre mund të dëmtohen në rast të ndonjë fatkeqësie të ndryshme. Kush ka qenë kriteret që ta përmbledh pyetjen, që është përzgjedhur ky segment për të kaluar fondi dhe me qenë se jemi këtu dhe kemi zonjën mbretare, do doja të dija se në dijenin time është miratuar buxheti për shtrimin e rrugës
patosi i ri, patosi i vjetër, në dijenin time. Në qoftë se është e vërtet, kjo si lapse që një informacion zyrtar nuk kemi, kur fillojmë punimet? U miratua gjithashtu përdorimi i fondit të kushtëzuar për rehabilitimin e projit në Lagjin e Re. Faza e dytë, si dhe blerja e një traktori dhe freze për pastrimin e kanaleve kulluese në territorin e Bashkisë Patos. Mbledhja e Këshillit përfundoi me informacionin mbi raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2025, duke vlerësuar transparencën dhe efektivitetin e shpenzimeve publike.